Dega e Bashkimit Demokratik për Integrim në Kërçov ka reaguar kundër hedhjes së mbeturinave në afërsi të fshatrave të ish-komunës së Osllomez. Këshilltari komunal në Këshillin e Kërçovës, Shefki Meti, i shoqëruar nga kryetari i Degës së BDI-s në Kërçov, Arlind Sejdini, ka kërkuar nga komuna e Kërçovës që të ndërpresë menjëherë hedhjen e mbeturinave në këtë zonë. Në të kundërtën, sipas tij, do të ndërmerren masa më radikale. Meti njëkohësisht u ka bërë thirrje edhe përfaqësuesve të vlenit që të reagojnë lidhur me këtë situatë. Në cilësinë e këshilltarit dhe si banor i kësaj zone, dua të grem një shqetësim i cili po ndodh ditët e fundit. Ndodhemi në termocentralin në Osllomez, në toka të cilat na morën padrejtisht nga ai sistemi komunist. Këto toka kohët e fundit kryetari i komunës mundohet të i përdori për deponi të jegër. Nën pretekstin se po bën pastrimin e lumeve nga vërshimet, ai ka filluar ta sjellë të gjithë deponinë këtu. Asnjë politikan, asnjë mbret dhe asnjë sultan nuk e ka fituar luftën kundër një populli. Kryetari i komunës duhet të jetë i vetëdijshëm se në këto zona nuk ka hapësirë për deponi rajonale. Këtu nuk ka të bëjë me politikën, këtu ka të bëjë me mjedisin jetësor, ka të bëjë me të ardhmen e fëmijëve tanë. Gjithashtu, kam një porosi për termocentralin në Osllomez. Nëse ato nuk u dalin zot këtyre tokave të veta, do të detyrohemi të dalin banorët për t'i mbrojtur këto toka. Si përfundim, një porosi për faqësuesit e vlenit. Ato që kauzën e shndruan në poste qeveritare, ato që idealin e shndruan në kulturë zyrtare, të dalin të reagojnë bashkërisht me pasitë lokale. Ndërkohë nga komuna e Kërçovës thonë se në gropat e minjerës së Osllomez depozitohen të gjitha ato që nxirren nga lumi dhe nga zgjerimi i shtratit të lumit, nga ku thonë se për fat të keq si kudo tjetër lumi është plot me gjithçka që kanë hedhur qytetarët e pandërgjegjshëm, duke përfshirë çdo lloj mbeturine.